Dhe tani vjen përdu rubrika jone përhershme e vërtet dhe pavërtet, në të cilën sonte mund të gjeni të vërteta dhe të pavërteta lidhur me Adelina Ismailin, Dafina Zeqirin e të tjerë. Këngëtarja e njohur Adelina Ismaili nuk do të këndoj askund për festat e fundvitit. Kjo gjë është plotësisht e pavërtetë. Këngëtarët për festa në të shumtën e rasteve gjenden duke i argëtuar fansat e tyre. Mirëpo Adelina këtë vit nuk do të këndoj askund për natën e parë të ndërimit të moteve. Ajo i dha vetit pushim për këtë natë. Ndërsa nata e dytë, atë e gjen në një nga klubet e Zvicrës, duke bërë atë që di më së miri diva shqiptare. Dafina Zeqiri së shpejti vjen në një duet me këngëtarin Gena. Kjo gjë është plotësisht e pavërtetë. Thashë thëmë që u përhapa në portale elektronike se Dafina Zeqiri e Gena do të vinë në një bashkëpunim bijnë poshtë, pasi që ne vendosëm të kontaktojmë me të dhe më pas e kuptuam që ky duet nuk do të ndodhte dhe se Dafina ka plane tjera për muzikën e jo bashkëpunim me Genën. Kënga e tunës i asaj tani është përpunuar nga disa aktorë kosovar. Kjo gjë është